Familjarët e Shpat Kasapit kanë reaguar për herë të parë lidhur me ngjarjen tragjike të ndodhur gjatë orëve të vona të mbrëmjes të së martës, ku zemra e këngëtarit Pushoj Serauri ka qenë vëllai i tij, ai i cili i shkatëruar nga kjo humbje e madhe ka pohuar se orët e fundit kanë qenë për ta si ferri në tokë dhe po shpresonin që lajmi që u erdhi nga Italia të mos ishte i vërtet. I pyetur nëse më herët këngëtari ka vuajtur nga probleme shëndetësore, vëllai i Shpat Kasapit pohoi se her pas here ai ka pasur disa shqetësime të vogla nga zemra, por jo diçka serioze. Zemra e Shpatit u ndal përgjithmonë në dhomën e hotelit në Itali ku ai ndodhej së bashku me bashkëshorten Selvien, pavarësisht ndihmës që u dha menjëherë nga mjekët. Fatkeqësisht ai nuk mundi të shpëtojë. Ata kishin udhëtuar drejt Italisë një ditë më parë për shkak të disa problemeve shëndetësore që kishte djali i tyre i vogël, Roeli. Selvie Jao, bashkëshortja e këngëtarit Shpat Kasapi, i cili ndëroi jetë papritur si pasojë e një ataku në zemër, ndan dhimbjen e saj për humbjen e tij. Edhe pse dyshja po kalonin një periudhë ndarjeje, Selvia zbulon se këngëtari ndëroi jetë në krahët e saj. Në një postim emocionues në rrjetet sociale ajo tregon për vuajtjen, lodhjen dhe boshllëkun që la Shpati në jetën e familjes. Ndërove jetë në krahët e mi o jetë, sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që ta çonim tek logopedët më të mirë, sa kemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di, sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit, nuk e prisja të dëgjoja Roelin duke të thirrur babi, nuk e prisje ti Shpat, nxitove dhe na le vetëm pa ty. E le Roelin jetim o Shpat, në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, kur duart e tua duheshin më shumë se kurrë, si t'ia shpjegoj Roelit që babi nuk është më. Më thoje gjithmonë se do më doje derisa vdekja të na ndante, por pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse ma preve zemrën kështu o jetë? Inshallah të takohemi në xhenet. Allahu të deshi pran vetes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të kem këtu për ne, shkruan ajo. Pas një sulmi në zemër, këtë të mërkur, herët në mëngjes ka ndëruar jetë këngëtari i njohur i muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Ai nuk i ka mbijetuar atakut kardiak, si që raportojnë mediat në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë raportohet se Shpat Kasapi nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje tjetër. Ai ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, Shpat Kasapi u rrit në një familje me traditë muzikore që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinis me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpat Kasapi u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndërruan në hite si A më do, Valle Kosovare, Dashni pa limit apo Aroma e saj e shumë të tjera. Shpat Kasapi ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore dhe estradës shqiptare.